po plasën apo bona se futbolli ashpër. Po, futbolli ashpër kjo, hajde të bëjmë ne, të gjejmë ne kështu. Ama gjyqtar merrshin. Gjyqtar kishim tregullt, po. Marrin doktorin, e takoj doktorin, ke Redi Jupi aty, ke Football Republic, një Giulio Goga ka qenë. I them Giulio, hajde majnë neshët, 5.000 lekë ekip, 5.000 lekë ekipi tjetër, ishin 2 neshe paralelisht, rik du në mes, ku të ketë nevoj futu. U bon 3 javë, s'ka ndodhur ndonjë gjë. Okej, thënë rregull do vi. Vija, ky bindet merr pagesën që do merr, se kishta normalisht. Ditën e parë 12 qep me kokë njëri. Neshja parë, neshja 2-6 qep me ke veta. Unë të çfarë bëhet që nuk vi mata. Po shoh kemi 3 javë s'ka asnjë gjë. Për 5.000 lekë. Për 5.000 lekë për xhoj fasha, kupton? Kemi 3 javë thash nuk kanë asnjë gjë. A ditë që erdhi ai u sa katun çunat. Futë bjer njëri tjetrit. Po që, okej, sa vje mëso puna vet, arritëm tek finalja vitit parë që ka qenë Prestigj ATS. Po, ka qenë një biznes Alba Tech System, që dolin finale me Prestigjin e Onit. Po, ATS është kampion i vjetshëm, domethënë që dolën kampion vjet në Sunday League, vazhdojnë të jenë akoma pjesë Sunday League-s. Finalja parë organizuar ke Redi, normalisht gjithë kampionati ishte organizuar aty dhe finalja organizuar aty dhe Republika e Futbollit. Ke Futboll Republika, po. Dhe kur po visha për ke Redi, u futa, okej, mërë në fush, shkova 4-5 orë para, sa i stresi, ankthi, ja futi dha dite i breshër, që thasha, tu të marroj çdo gjë, s'pas ka neshe, sot bo, hap koha, masani, u bo gjallë. Edhe marrë familjarën në telefon, i the marrë ku jeni, se s'keni arshë, do vishin me pa neshe, kuda? S'kemi ku me parku, jemi poshtë tek ajo, që ka qenë një panto, nuk e di çka qenë. Jemi poshtë tuk e panto, deri këtu janë parku makinat, thosh jam të rrezik, ose jam të rrezik. Se unë isha mrena në zyrë, kuptoj, po merresha me këto detaje. 2000 veta rrezik. Kur dal për jashtë shoh, domethënë nga lokali sipër e deri te fusha poshtë njerëzit ishin, domethënë tribuna e padiskutueshme, po ishte komplet full dhe ishte e papritshme, domethënë ishte Sergin e Coffee and Coffee dhe dje që po ke lokali. Edhe unë kisha dhe si batut në televizor, sa e vinë se shep të stadiumet bosh.